Zoti Islami, duhet diskutoj me ty edhe temën mjaft të diskutuar 3-4 javët e fundit që ka lidhje me luftën që po zhvillohet në Iran. Si shpjegohet avokat që Donald Trump dele deklaron që nga ana e SBA-ve po negociot me iranianët dhe iranianët dalin e thonë ne s'kemi negociata. Çfarë po ndodh këtu? Po gënjeu Trumpi, pse gjë e parë që gënjeu një politikan, gënjeu. Dhe ai bëri një gomarllëk të jashtëzakonshëm që vati dhe sulmoi Iranin për interesat e Izraelit. Pra, do të thënë dhe një tradhti që i ka bërë popullit amerikan ai president, sepse i futi burrat dhe djemt amerikan, i futi në një luftë për interes të një kriminali që quhet Benjamin Netanyahu. Dhe ku e futi në luftë? E futi në Iran. Irani zotëri është fortesë natyrore, nuk e pushton dot asnjë fuqi. Është e pamundur. Dhe lufta që bëri ai me Iranin dhe që vrau udhëheqësit, disa nga udhëheqësit iranian, duke menduar që do rrëzohej pushtetin në Iran dhe do fitonte krahu i spionëve, i spionëve të Netanyahu, bëri të kundërtën, u bë bumerang, u kthye kundër këtyre që e nisën atë luftë. U unifikua i gjithë populli iranian opozit rreth qeverisë. Dhe kjo është fitore për mua, kjo është gjë me shkëlqyer që kanë arritur ata. Përfundimisht, zotëri, Amerika në Iran po thyen kundët. Po pëson dëme kolosale, po pëson humbje shumë të mëdha, u shkatërrua Izraeli, e pësuan qytetarët izraelit që janë viktima të egoizmit dhe të krimit të Netanyahut, po, dhe të Rothschildëve në Amerika që i drejtojnë këto luftra, që i bëjnë gjithë një luftrat, dhe të idiotizmit që bëri presidenti amerikan që sulmoi Iranin. Dhe në dijenin time dhe në sa marrim informacione nga jashtë, presidenti amerikan po jep llogari në Senat dhe në Kongres për këtë luftë të pandeshme, të pashtuar, të pajustifikuar që bëri në Iran. Praktikisht, zotëri, Trumpi ka humbur luftën me Iranin. Kostot janë kolosale, humbjet janë shumë të mëdha, e kanë dëmtuar jashtëzakonisht rënd Iranin, por lidhur me raportet me madhësitë e dy vendeve, si në popullsi dhe në sipërfaqe, ai që është shkatëruar fare është Izraeli. Dhe populli amerikan, ose jo populli, më fal, po Kongresi amerikan dhe Senati amerikan, Donald Trumpin ka 2 javë që po e merr në pyetje dhe po i kërkon llogari pse e filloi këtë luftë dhe në interes të kujt. Ku ishte interesi i Amerikës aty? Se aty vetëm interes nuk pati Amerika. Irani zotëri të bllokon ngushticin e Hormuzit, duan apo s'duan amerikanët, e bllokon, është atje, është vend ai. Nuk kanë çfarë të bëjnë. Vetëm po të hedhin bombat atomike, po bombat atomike tani praktikisht nëpërmjet miqve të tij i ka dhe shteti Iranit. Pra, kjo është një aventurë që ka filluar Donald Trumpi me urdhër, me komandë të qifutëve të Amerikës dhe të Benjamin Netanyahu. Kosto është shumë e lartë edhe për amerikanët. Po vriten djemë dhe burra amerikan për interesat të Benjamin Netanyahu. Është një krim me përmasa ndërkombëtare. Irani është në të drejtë të tij dhe Irani fiton dhe do fitoj, ka mbaruar ajo punë. Avokat Donald Trump ka theksuar që ne kemi fituar luftën. Nga ana tjetër, Irani thotë që ne nuk i pranojmë asnjë negociat për paqen dhe nuk ka marrëveshje me amerikanët, edhe kanë filluar dhe bombardimet në Izraelit kur disa raketa e kanë deportuar sistemin mbrojtës të Izraelit dhe kanë goditur disa lagje, disa qytete në Izrael. Mashtrimet në kohë lufte janë të padiskutueshme nga të dy palët ndërluftuese. Të dy palët gënjejnë dhe mashtrojnë. E vërteta është që presidenti amerikan jep llogarin para Kongresit dhe para Senatit amerikan. Kjo është e vërtetë e pakontestueshme, se vijnë ato informacione ka. Dhe që të gënjejnë në këtë mënyrë, unë nuk e kuptoj këtë. Jemi të shitur, jemi të shkelur, po na shkel i ligu, po na shkelen
gjyqtar e prokuror të korruptuar, po na shkelin gjyqtar dhe prokuror që janë në dispozicion të diktaturës, jo të drejtësisë. Mos e quani gjë të vogël daljen në skenë të një prokurori. Prokuroruci, po e quaj atë që ke në prokurorinë e përgjithshme, sepse fatkeqësisht si ai janë shumë. Dhe erdhat e prokurorët për arsye se që ata janë që po e mbajnë në pushtet e Edi Ramën. Prokurorët dhe gjyqtarët. Policia po është e detyruar me kushtetuar që të zbatojë ligjin, edhe kanë kopsitur kaq bukur ata mbajtjen e pushtetit dhe mbajtjen e diktaturës, sa që kishte të kopsitur Asadi në Siri, ai Mubaraku në Egjipt, ai tjetri në Libi, si e kishte ai, edhe të tërë diktatorët e botës. Por zotërisht mjeti më i thjeshtë për të mbajtur pushtetin. Në vit votat dhe jemi në rregull. Për sy e faqe jetë tamam. Pra mos shpresoj askush se në Shqipëri do bëhet në një mirë, sa të jenë kanë në pushtet. Avokati ju folë dhe për prokurorin antarin e KLP-s, ku 2 ditë më parë i doli dhe një skandal erotik. Çfarë menduat kur e dëgjua dhe pat si lajm? Është një pjesë e tërë, është një nga të shumtët. Urdhë zotëri. Unë kam këtu 34 kallësime të bëra në prokurorinë e Gjirokastrës, për të cilat deri më tani s'ka marrë përgjigje. 34. Ç'do të thotë? Do të thotë që prokuroria në Gjirokastër është vënë në dispozicion të krimit. Dhe të dalin të më kundërshtojnë. Dhe të dalin, spaku aty është. Po spaku nuk merret me këto punë fare, as do të di se çfarë po ndodh, e shoh që nuk do të di, se mjaftojnë denoncimet e mia janë indicie e shkëlqyer që spaku të shkojë në Gjirokastër dhe të ndjeki situatën, të kontrollojë çfarë po bëhet. Unë kam kërkuar që në gjyqjet tona në Gjirokastër të marrë pjesë një nga të dërguarit e spakut, s'vjen njëri. Pra, kemi humbur çdo lloj shprese, çdo lloj mundësie për të fituar të drejtën dhe për të bërë drejtësi në Shqipëri. Janë të tërë të korruptuar, pa përjashtim. Kanë futur prokurori, ca prokuror ka që gjëja më mirë, më saktë që din të bëjnë është që të kërcasin ato takat në gjykate dhe në prokurori, dhe asnjë gjë më tutje. Të bashkëpunojnë në mënyrë të ngushtë me policë të korruptuar dhe me gjykatën, dhe qytetarët s'marrin drejtësi, zotëri. Kjo është e vërteta, ky është realiteti. Avokat, dalin të më thonë fundët. Dalin të më kundërshtojnë. A ka të tjera video në këtë, në mes prokurorëve dhe gjyqtarëve, video të tilla? Ato video të këtira ata që i kanë, s'u jam magazinë e videove të atyre. Unë di që ashtu janë pjesa më e madhe e tyre. Unë kam thënë, po e qove gruan, sekretare të gjyqtarit, të prokurorit, jo gjyqtarit, të prokurorit, të ministrit, të zuzministrit, të kryetarit bashkisë, e më të thash, se kemë gruan të ndeshte atija. U vërtetua kjo nga tradhtia që i bëri Arben Ahmetaj të shoqes tij dhe mori sekretare. Jeton me të. Kaq e thjeshtë. Mua më mjafton një shembull për të nxjerrë konkluzion për gjithë politikën shqiptare. Një vetëm. Jo që janë me qindra. A kanë kopjuar më shumë prokurorët nga politikanët apo politika nga prokurorët lidhur me këto erotizmat në për zyrat e shtetit? Jo, nga momenti që prokurorët emërojnë prokurori shërbejnë politikanëve. Janë masha në dorë të tyre. Janë kobure në dorë të politikanëve. Kjo është e vërteta. Zoti Islami, çfarë masash duhet marrë ndaj këtyre prokurorëve? Duhet marrë masa ndaj klasës politike, jo ndaj prokurorëve, ata janë vegla. Duhet marrë masa ndaj atyre që i emërojnë këta prokurorë. Po ata që emërojnë këta prokurorë janë si këta prokurorë. Pra s'ka zgjidhje.
Thash, vetëm përbysje e kësaj klase politike shpëton Shqipërinë. Të qërohen të 140 deputet që janë andej, të zhduken a Valjedheu. Ata ndërkombëtarët janë spiropalër të tërë. Janë ashtu Tauland Ballër të tërë, janë Edi Ramër të tërë. Zotëri, po që po me ti puna që të na zgjidhin problemet ndërkombëtarët mirë neve. Po ne ashtu kemi mbetur. Ne kemi mbetur për të tallur, për të nëpërkëmbur, për të shtyrë, për të pështyrë, për të shkelur, për të përbuzur në mënyrën më të egër dhe më të poshtër, më të ullët të mundshme, që diskutojnë që janë ndërkombëtarët, sepse po flitet shumë ndërkombëtarët dhe media këtë punë bën. Këtyre që janë? UFO janë? Ndërkombëtarët kanë adres, kanë zyrë, kanë emër, kanë biemër. Përfaqësojnë diçka, përfaqësojnë dikë. Pse citoni me emra? Po thoni fjalën ndërkombëtarët. Ndërkombëtarët është UFO, shoku. Kaq është fjala ndërkombëtarët, UFO, as më shumë as më pak. Zoti Islami, ka ardhur koha që të ketë një lloj, po themi, ndryshimi në Shqipëri në aspektin e mënyrës se si votohet, pra reforma elektorale të jetë që t'ju jap shanse të barabarta për të gjithë dhe të votohet, mos ketë deformim të votës së shqiptarëve, dhe sa e realizueshme është kjo në Shqipëri me kryeministrin Edi Ramën? Është e parealizueshme me këdo kryeministrin që të kesh në Shqipëri nga këto forca politike që janë sot në fushën politike shqiptare. Është e parealizueshme. Asnjë nga këta s'ka interes që të bëjnë interes ashtu zgjedhje të lira dhe të ndershme. Asnjë nga këta s'ka interes që të ikin nga karrikja. Unë ua them shqiptarëve, në qoftë se ne nuk përmbysim komplet këtë kast politike që ka uzurpuar parlamenti shqiptar, nuk kemi gjë në terezi, jemi të vdekur e të pambuluar. Adriatik Lapa i ka dhënë fund protestës para kryeministrisë. Si e cilësoni këtë protestë në fund të saj? Ç'na bëre? Si oni pas ka dhënë fund protestës në Adriatiku? Po ai sikur premtoi që tek pull do kundërshtonte të kryeministrin, bëri dhe debat të ashpër shumë, të egër me kryeministrin. Këta janë njerëz të kontrolluar direkt nga politika, nga kryeministri dhe... Sa avokat, Lapaj protestoi 3 muaj, ndeti aty para kryeministrisë, ndryshe nga shumica e shqiptarëve që s'dalin nga shtëpia. Ç'do më thënë ajo që ndjenjë 3 muaj, kush e pagoi? Ideali. Dhe të një të vazhdoj idealin. Po kush, dëgjoj zotëri, nuk ka... Se ju mendoni se ka qenë stisur si protest, avokat? Mendoj unë apo është fakt? Është fakt, nuk është e mendoj unë. Se ti je gazetar me përvojë, të duket gjë e natyrshme ty që kryeministri ynë i madh e i gjatë thirri dhe bëri debat të zonë e lirë me Adriatik Lapaj nga njohu ku e gjeti, ku afrua. Se në qoftë se do bëte, do ishte burr kryeministri, do e përgjigjej asaj zonjës që është me të vërtet zonjë shqiptare, Ambrozia Metës. Ajo që i vot 2 këmbë në një këpucë Edi Ramës, sa detyrohet që të ulë të bjeraq poshtat i thot dil nga salla. Aq i tillë burr Edi Rama. Nga ata ajo i bën opozitë Edi Ramës. Jo Adriatiku, jo shoku Adriatiku në buri Sorosi. Ka punuar të Sorosi Adriatiku, nuk mund të bëhet Adriatiku opozitë Edi Ramës. Avokata, ka shumë gazetarë si Ambrozia që i flasin troç kryeministrit, ashtu si ndoshta duhet folur me një zyrtar që nuk je përgjigje? Kam parë dhe një gazetar tjetër, nuk kujtohet emri tani, po Ambrozia Meta është perfekte gazetare e mirëfillt. Është gazetare në kuptimin e plot të gazetarisë. Prandaj dhe e pengon ai pallosh i gjatë, se i thot mirë, Belinda që i thot pallosh. Se s'ka, se është dhe idiot. Vetëm dhe gomarllë që tilla kundërshton publikisht nxjerr gazetaren jashtë sepse nuk është gjendje të jap përgjigje. Ky është gomarllë kujtia. Ose atë ai politikan s'është, ai është një sharlatan, një dallkauk që di vetëm të jap urdhra, të bindin ata semenët që ka rreth rrotull vetes. Kaq është ai.
se politikana se ka idën fare. Ai e vetmja me të cilën duhet të bënte debat, po që s'ka se si debaton me të, sepse ai ishte i lërosur me mut të koket e këmët, është që ishte ajo gazetare që do debatonte me të dhe do dilni në një të mesme të përbashkët. Mirë po me Ambrozian nuk i bëhet shaka, se ajo i kërkon ato që ai si vendot. Ajo i kërkon ato përgjigje që ai nuk është në gjendje t'u jap përgjigje. A mendoni që duhet që gazetarët dhe po themi shoqëritë mediatike të ndryshme të ishin solidarizuar me Ambrozia Metën? Se bëjnë dot, se po të bëjnë gjithë tillë pushojnë nga puna, se median e ka e Tirana në dorë. Urdhëro, shkojmë tek report televizion. A e pushoi këtë Gjirokastrin gazetarin? E pushoj nga puna, pse? Çfarë? Sumuar vesh.